Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion I vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jen sjell tek ju. Ka ardhur vjeshta dhe mollët e shishme plot me lëng përëndojnë në pemët e mollëve. Kjo është koha për t'i vjel. Shikoni, piruni I vogël pas ka sjell një arg bosh. Robotët e ndihmojnë atë të vjel mollët. Kini kujdes! Oh! Shikoni, sa I madh është bërë mali me mollë. Kjo ngarkesë është shumë e rëndë për pirunin e vogël. Ai ka nevojë për ndihmë. Përshëndetje, Leo. Kemi një karroceri të mbushur plot me mollë. Për ta tërhequr atë, na duhet një traktor. Po ti I paske sjell pjesët e traktorit, Leo. Të fillojmë t'i bashkojmë pjesët. Në fillim lidhim boshtin me shasin. Vendosim motorin. 2 mbrojtëset e rrotave. Ato do t'jenë mbi 2 rrotat e pasme. Katër rrota. 2 të voglat përpara dhe 2 të mëdhat prapa. Vendosim edhe timonin. Ja dhe leva e marsheve. Ndenjësia e drejtuesit. Dritat përpara. Tani mendoj se ai është gati. A na mungon gjë? Traktori përpara ka një tub për nxjerrjen e gazrave. Ja ku është vendi I tij. Leo, a shkojmë ta gjejmë? Leo gjeti disa tuba të ndryshëm. A është ky tubi I përshtatshëm për traktorin? Jo, ky është I përshtatshëm për anije. Po ky? Jo, ky është një tub shkarkimi për autovetura. Ky tubi blu është ai që na nevojitet. Merre me vete. E vendosim tubin në vendin e tij. Dhe traktori është gati për punë. Sa mirë! Traktori bashkë me karrocerin me mollë po shkon në shtëpinë e Leos. Miq tani mund të bëjnë reçel dhe të gatuajnë byrek me mollë. Besoj se dhe ju miqtë e mi hani mollët, ato janë shumë të shijshme dhe të shëndetshme. Oh! Edhe unë I ha shumë mollët. Mirupafshim. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion I vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jen sjell tek ju.
Jemi në sheshin e lodrave dhe robotët po luajnë me disa unaza të mëdha. Kujdes, robot! Këto unaza janë të mëdha dhe shumë të rënda. 2 robotët sollën edhe një unaz ngjyrë blu. Po, si mund t'i vendosim njëra mbi tjetrën? Mundohuni të 3 bashk. Oh, roboti i purpurt ngeli nën të. Ndihmojeni atë të dalë. Me kujdes, kështu nuk po e nxirrni dot. Piro i vogël, ndihmoj ti të lutem. Të lumt, doli. Si mund t'i mbledhim ne të gjithë këto unaza? Ato mund t'i vendosim vetëm me një vinç. Vinçin do të na ndërtoj kamioni Leo. Oh, një pjesë i ra në rrugë kur kaloi në nur. Dhe na qën ka ganxha. Përshëndetje Leo, po ju prisnim me padurim. Koha për të montuar vinçin. Shasia, kabina, vendi ku vendoset vinçi, mbulesat e rrotave të pasme dhe depozita e karburantit. Katër mbështetëse. Katër rrota. 1, 2, 3 dhe 4. Dhe ky është krahu i vinçit. Leo, mungon ganxha. Ajo të ra gjatë rrugës. A mund të shkosh ta marrësh? A nuk po të kujtohet se ku e ke humbur ganxhën, Leo? Nuk e ke humbur pas pemëve. As këtu nuk e ke humbur ganxhën, Leo. E hajmbani mend se ku i ra ganxha Leos? Kujtohuni pak. Ja ku qën ka, në mes të rrugës pranë urës. Leo, ngarkoje ganxhën në karroceri. Le ta lidhi me anë të kablos në krahun e vinçit. Tani gjithçka është gati dhe vinçi mund t'i mbledh të gjitha unazat. Vendosim unazën blu mbi atë të purpurt. Unaza tjetër është e kuqe. Ja dhe unaza e verdh. Dhe në fund vendosim të gjelbërtën. Të gjitha unazat janë në vendet e tyre. Punë e shkëlqyer, vinç.
Të lumt kamioni Leo. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Ky është eskavatori skup. A e dini se çfarë po bën ai? Ai po gërmon një grop për të vendosur në sheshin e lojrave një kosh basketbolli. Oh, bëj kujdes skupi. Koshi po bie, mbaje. Provoj edhe një herë. Mos, ra nga ana tjetër. Për të forcuar bazën, kemi nevojë për çimento. Shikoni, po vjen Leo. Ai ka sjell pjesë të ndryshme për të bërë një makineri të re. Ai do të bëjë një betoniere. Për të bërë llaçin me cimenton gati, na duhet ta ndërtojmë sa më shpejt betonieren. Oh, rrota po na ikën shumë larg. Oh, mos! Rrota u përplas me ndërtimin e formave të robotit. Po roboti vendosi ta ndërtoj përsëri kullën. Dhe Jaku e ndërtoi. Oh, shikoni! Ai e goditi vetë përsëri me rrotë. O, çfarë loje të bukur që bëri. Dhe ndërkohë le t'i vendosim 3 rrotat tek shasia. Vendosim edhe kabinën. Mbrojtësia e përparme që nga ngjyrë jeshile. Dritat e përparme. Krahët. Kjo është një platformë. Tek pjesët ngjyrë portokall do të mbështesim tamburin. Ndërsa ky është tamburi. Ky është një rezervuar i cili shërben për përzierjen e betonit. Ndërsa kjo pjesa tjetër ngjyrë portokall vendoset sipër. Leo, tani ne duhet të gjejmë rrotën e 4. Le të shkojmë së bashku dhe ta kërkojmë. Shikon nga çdo anë me shumë kujdes. Me ç'po shohim, pas pemës nuk qënka. Oh, ja ku qënka. Roboti vazhdon të luaj me rrotën dhe kullën. Përshëndetje. Robot, a dëshiron të mësosh diçka shumë interesante? Por së pari na duhet të marrim rrotën dhe ta çojmë në vendin e saj. Faleminderit. Shko pas Leos. Tani të gjitha rrotat janë të vendosur në vendin e tyre. Betonierja është gati. Le të shkojmë e të marrim cimenton.
Robot, shtype butonin. Shumë mirë. Tamburi filloi të rrotullohet në mënyrë që çimentoja të mos na ngri. Betonieri apo shkon në sheshin e lojrave, ku do të derdh betonin për të krijuar bazamentin për koshin e basketbollit. Le ta vendosim përsëri koshin e basketbollit në vend dhe të derdhim betonin në gropën që hapi skupi. Kjo sasi mjafton. Faleminderit betoniere për punën e bërë. Tani që çimentoja u ngri, koshi nuk mund të bjerë më. Le të bëjmë një lojë basketbolli. Pa shikoni, i pari që bëri kosh është skupi. Robot, mos u trishto, sepse tani është radha jote. Hidhe, pa frikë ti mund ta bësh. Të lumtë, e shikon? Ja dole robot. Tani mund të luani basketbol në sheshin tuaj të lojrave.